Një sulm me armë zjarri ka tronditur orët e para të mëngjesit në kryeqytet. Persona të pa identifikuar kanë qelluar me breshëri plumbash në drejtim të kompanisë farmaceutike CFO Pharma, e cila është në pronësi të biznesmenit Nadir Çausholli. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 kur një makinë është ndaluar pranë godinës dhe nga brenda saj dyshohet se kanë dalë të paktën 30 plumba Kallashnikovi, të cilët kanë goditur fasadën e objektit. Pas të shtënave, autorët janë larguar me shpejtësi duke marrë rrugën dytësore drejt Vorës. Në momentin e sulmit, roja i sigurisë ndodhej brenda kabinës dhe ka deklaruar përpara hetuesve se ka dëgjuar zhurmën e të shtënave, por kur ka dalë jashtë, nuk ka konstatuar lëvizje të dyshimta dhe nuk ka njoftuar menjëherë policinë. Shenjat e plumbave janë vënë re vetëm në mëngjes nga punonjësit e kompanisë, të cilët kanë njoftuar autoritetet. Pronari Nadir Çausholli i marrë në pyetje nga policia ka mohuar të ketë patur konflikte personale apo të ketë dijeni mbi ndonjë kërcënim të mëparshëm, ndërkohë policia po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Hetuesit po analizojnë kamerat e sigurisë për fakti që në momentin e sulmit ka pasur rreshje shiu, ka vështirësuar qartësinë e pamjeve. Makina e përdorur nga autorët vijon të jetë në kërkim.